Gjimër, Acare ngrica. Fortunat e borës shtyn degët e lisave duke nxjerr klitma ulëritse, duke u tretur në thellësi të vargmaleve. Tufat e zogjve, sa humbin, sa kthehen, duke u rrotulluar në mjegullat e dendura të furtunës dimërore. Një fëmijë i vogël mundohi të ushqente ndonjë zog kur afrohej pas dritares te grimcat e bukës që i hidhte vazhdimisht. Frika e zogjve largohej nga uria e shpirtit dhe acari me borë ngrica. Një ditë djali filloi lojën me zogjt, duke u vënë kokrën e misrit pas qelqeve të dritares. Një lojë fëmije ishte shembulli më i qartë i jetës, se si ajo shfaqet me fshehtësitë dhe mashtrimet e saj. Kur djali u rit, jeta e përballë me fortunat që e kishin vënë përpara si zogjt në ditët e acarit dimëror. Përpara syve të tij filluan të shfaqen mira fluturime, që kërkonin mundësinë e jetës. Por tani kokra e misrit ishte vendosur prapa xhamit për jetën e djaloshit të ri. Një numër i pafund që shohin, kërkojnë e presin, por asgjë më shumë sa rrotullimet e zogjve në ditët dimërore. Një zë i brendshëm thërret aq fort, duke çarë përmes furtunave, që ulërima e tyre shkonte deri në qiell. Të zëra dilnin nga një sporter i ngushtë, ku të gjithë shtrinduar të merrnin diçka, po aty nuk ishte asgjë. Të gjithë mendojnë se mund ta marrin atë që shohin e dëgjojnë, por kokrën e misrit nuk mund ta arrin kurrë, pasi ajo fluturon me shpejt dhe më lartë se zogjt që presin të ushqehen me të, duke u sjellë në furtunat e mjergullës me borë, duke u shpërndarë mbledhur nga disa tinguj të largët dhe të vetëmuar. Një zë i thërret djalit në gjuhën e tij. Të mjerët. Kush tha të mjerët? Të mjerët nuk tha shumë, por me të mjerët jetova unë. Të mjerët tha Hugo. A i tha me emër se kush e ka fajin, kurse zëri i largët dhe i afërt nuk thot asgjë më shumë, vetëm fajin e ka ai, dhe asgjë më shumë.